Në raportin e rregullt ekonomik të Ballkanit Perëndimor, Banka Botërore thekson se gjatë këtij viti rritja u ngadalësua për shkak se inflacioni zbeu rritjen e konsumit dhe shtimi i pasigurisë frenoi tregtinë dhe investimet, pavarësisht rritjes së fortë të pagave dhe kredive. Politika fiskale ndonse disi e lehtësuar mbeti e disiplinuar ku deficiti ishte 93% dhe borxhi publik vijoi trajektorën rënëse. Raporti parashikon që rritja ekonomike e kombinuar e Shqipërisë, Bosnjës dhe Hercegovinës, Kosovës, Malit të Zi, Maqedonisë së Veriut dhe Serbisë do të arrijë në 3% në vitin 2025, që është 0,2 pikë më e ulët se parashikimet e mëparshme. Rritja ekonomike në Ballkanin Perëndimor parashikohet të përshpejtohet me ritme të moderuara në vitin 2026 dhe të rimëkëmbet më fort në 2027, mbështetur kryesisht nga rritja e eksporteve dhe investimeve, ndërsa pasiguritë në ekonominë globale zbuten, nënvizon Banka Botërore. Por për të mbështetur progresin drejt parafrimit me Bashkimin Evropian, institucioni financiar ndërkombëtar sugjeron se rajoni duhet të fokusohet në krijimin e vendeve më cilësore të punës. Ballkani Perëndimor përballet me një paradoks të tregut të punës. Mungesa e fuqisë punëtore vijon të jetë e pranishme në disa sektorë, paralelisht me shkallën e lartë të papunësisë mbi 10% dhe pjesëmarrjen e ulët në forcën e punës, e cila mbetet në 55%, veçanërisht për gratë të rinj dhe të moshuarit. Tendencat demografike po i përkeqësojnë akoma më shumë këto sfida. Popullsia në moshpune ka rënë ndjeshëm dhe parashikohet të kurret me gati 20% deri në 2050. Nëse tendencat aktuale të popullsisë, rritjes ekonomike dhe të tregut të punës do të vazhdojnë, rajoni mund të përballet me një mungesë prej më shumë se 190.000 punëtorësh gjatë 5 viteve të ardhshëm. Banka Botërore thekson se Ballkani Perëndimor duhet të investojë në infrastrukturën bazë e cila është thelbësore për krijimin e vendeve të punës. Kjo përfshin forcimin e sistemeve të arsimit dhe shëndetësisë dhe rritjen e pjesëmarrjes në forcën e punës veçanërisht për gratë. Investimin në infrastrukturën e transportit, mjedisit dhe energjisë do të ndihmonte në një lidhje më të shpejtë dhe më efikase të bizneseve me punonjësit, duke përmirësuar kështu produktivitetin. Së dyti, forcimi i qeverisjes dhe mbështetja politikave për krijimin e bizneseve së bashku me një mjedis rregullator të parashikueshëm janë thelbësor për funksionimin dhe rritjen e sektorit privat. Së fundmi, mobilizimi i kapitalit privat duhet të mbështesë bizneset me financim, investime, garanci dhe sigurime, duke inkurajuar gjithashtu përdorimin e teknologjive më të reja digjitale dhe të gjelbra.